Shqipëria po jeton ditën më të errët të saj që prej vitit 97, por këtë herë pa kaos spontan dhe pa turm në rrugë. Kaos i organizuar, i strukturuar dhe i komanduar nga lart. Vrasjet e njëpasnjëshme që nuk zbardhen, arratisje spektakolare nga burgjet e sigurisë së lartë, tender publik që ndahen si plaçk lufte, PPP që shërben si lavatriçe parash dhe pasuri publike që grabiten në sy të shtetit. Kjo nuk është krizë rendi, kjo është kapje e shtetit nga krimi i organizuar. Në krye të strukturave që duhet të luftonin krimin qëndrojnë njerëz që sot dalin në përgjime, në dosje hetimore dhe në skema mafioze. Drejtori i Policisë së Shtetit Ilir Proda dhe drejtoresha e Shërbimit Informativ të Shtetit Vlora Hyseni nuk janë thjesht zyrtarë të dështuar. Ata janë hallka funksionale të një sistemi kriminal, emrat e të cilëve dalin në përgjimet e famshme të Ergys Agasit sot në kërkim. Njeriu që rezulton si koordinatori real mes krimit organizuar dhe pushtetit politik të Edi Ramës. Ergys Agasi nuk ishte një ndërmjetës periferik. Ai ishte nyja, zyrat e tij funksiononin si qendër raportimi për ministra, drejtues policie, funksionar të sigurisë dhe eksponent të botës së krimit. Aty shkëmbeheshin informacione sensitive, lista aksionesh, emra personash nën hetim, interesa financiare dhe garanci paprekshmërie. Ky nuk është tash e them, kjo tashmë është lëndë hetimore. Kur drejtori i përgjithshëm i policisë dhe kreu i shërbimit sekret dalin në të njëjtat përgjime me një koordinator mafioz, nuk kemi më të bëjmë me infiltrim të krimit në shtet. Kemi bashkim të krimit me shtetin. Në këtë pikë policia nuk garanton më rendin publik, por rendin e mafjas. Shish nuk mbron më sigurinë kombëtare, por sekretet e kriminalëve. Pasojat janë të dukshme dhe të përgjakshme. Krimi vret pa frikë sepse e di që ka informacion, mbrojtje dhe kohë. Burgjet nuk mbajnë më të burgosur sepse urdhri për arratisje nuk vjen nga poshtë. Vrasësit nuk gjenden sepse dosjet mbyllen. Provat zhduken dhe hetimet dekonspirohen që në nisje. Shqipëria sot nuk është shtet që po lufton krimin, është territor që po administrohet prej tij. Në krye të kësaj piramide qëndron Edi Rama, një kryeministër që për vite me radhë ka ndërtuar një sistem besnikërie personale, ku zyrtarët nuk zgjidhen për integritet, por për gatishmëri. Gatishmëri për të firmosur, për të heshtur, për të mbuluar dhe për të shërbyer. Në këtë sistem krimi nuk është armik, është partner. Kjo është arsyeja pse Shqipëria sot nuk përjeton thjesht një krizë sigurie, por një krizë shteti. Kur kupola e sigurisë kombëtare është pjesë e kontingjentit kriminal, shteti pushon se ekzistuari si garanci për qytetarin. Mbetet vetëm si fasad për interesa private dhe mafioze. Nuk ka më vend për justifikime, konferenca shtypje apo deklarata boshe. Ose ky sistem shembet nga themeli, ose Shqipëria do të vazhdojë të rrshqas drejt një modeli ku krimi nuk fshihet më, por qeverisë. Dhe sot për herë të parë pas shumë vitesh, kjo nuk është më paralajmërim, është realitet.